Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet përzierja magjike që shtukë dhimbjen e shpinës dhe gjunjëve, ja si ta përgatisni. Një lugë para mëngjesit dhe drekës dhe pothuajse tërë skeleti do të rigjenerohet. Sipas shumë ekspertëve mjekësor, qëndrimi jo korrekt është shkaku kryesor i dhimbjes së shpinës dhe dhimbjes së përbashkët. Për këtë arsye, është e rëndësishme që ju të korrigjoni qëndrimin jo korrekt në mënyrë që të parandaloni ndërlikimet e ardhshme. Kur flasim për një qëndrim korrekt, nënkuptojmë një pozicion të caktuar të gjithë muskujve, kockave dhe trupit në tërësi. Ndërkohë, ne ju sugjerojmë këtë ilaç tërësisht efektiv në shtëpi i cili korrigjon dhe rikthen gjendjen fillestare të nyjeve, kockave dhe gjunjëve, por gjithashtu lehtëson dhimbjen. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 1 kg mjalt, 10 lugë fara liri, 50 gram fara kungulli, 5 lugë susam dhe gjithashtu 3 lugë rrushë të thatë, 50 gram fara lule dielli, 50 gram grur të pasdjerë. Përgatitja: përzieni të gjithë përbërësit në një pjatë të madhe dhe ruajini përzierjen në një kavanoz xhami. Merrni një lugë nga kjo përzierje çdo ditë para mëngjesit dhe drekës dhe së shpejti do të përjetoni një lehtësim të madh. Si një bonus, ne ju sugjerojmë aktivitet fizik dhe me ndihmën e këtyre ushtrimeve ju do t'i thoni lam të mirë dhimbjeve të shpinës. Këtë stërvitje bëjeni për të paktën 1 minutë dhe shpina juaj do të ringjallet krejtësisht. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se dhimbjet e shpinës, këmbëve e të tjerë janë gjithmonë të tmerrshme dhe zakonisht ato vijnë si pasojë e stresit, qëndrimit të gabuar dhe stilit të pashëndetshëm të jetesës. Sidoqoftë, ndonjëherë ndjeni dhimbjen, mirë po vazhdoni ta injoroni atë, sepse jeni shumë të zënë me punën tuaj dhe pasi shkoni në shtëpi, dhimbja juaj kthehet dhe ju nuk mund të qëndroni më ulur dhe nuk mund të ecni. Nëse jeni viktime këtyre dhimbjeve, atëherë ne po ju tregojmë një recetë e cila do të ndihmojë në shërimin e këtyre dhimbjeve. Përgatitja: 150 gram gelatin, ujë të ftohtë dhe gjithashtu fusni 5 gram gelatin në gotë me ujë të ftohtë. Përzieni atë dhe lëreni ashtu deri në mëngjes, por mos e futni në frigorifer pasi gelatina mund të ngrihet gjatë natës. Përdorimi: këtë lëng përdoreni çdo mëngjes me stomakun tuaj bosh derisa ju të filloni dhe të vëreni efektet e magjishme pas një jave. Vazhdoni ta përdorni për 1 muaj për të patur rezultate të përhershme. Nëse nuk ju pëlqen shija e kësaj pije, atëherë mund të shtoni pak mjalt, lëng ose kos. Gjyshet tona nuk kanë pasur shumë mjekime në kohën e tyre, por dinin se si t'i shëronin dhimbjet. Dhimbjet e kockave dhe më konkretisht të gjunjëve zakonisht shkaktohen nga ndonjë lëndim, artrit apo dobësim i strukturës së kockave. Duke përdorur ndonjë ilaç natyral të cilin mund ta përgatisni në shtëpi, ju mund të shpëtoni nga dhimbja, por gjithsesi duhet të vizitoheni tek një mjek në qoftë se kjo dhimbje nuk shkon. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se përbërësit që do t'ju duhen janë kripa e zezë dhe një rrobë e trashë. Ngroheni kripën e zezë në sobë, mbështilleni me një rrobë të trashë pambuku, vendoseni ato në gjuhë dhe kur të ftohet hiqeni. Pastaj, fërkoni gjurin me limon, përsëriteni këtë për të paktën 4 ditë me radhë, po me këtë krip vetëm 1 herë në ditë. Gjithashtu, dhimbjet e kockave po kthehen në një problem shëndetësor shumë i përhapur kudo, edhe në Shqipëri.
Kjo ndodh edhe sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë për aktivitet fizik, ndërkohë që jetëgjatësia është rritur. Kjo nënkupton se njerëzit po jetojnë më gjatë dhe rrjedhimisht po i përdorin muskujt dhe kockat për më shumë kohë. Nga ana tjetër, në përgjithësi njerëzit kërkojnë ndihmën e medikamenteve qetësuese. Shpesh këto ilaçe kur pihen me tepri janë të dëmshme për stomakun dhe mëlçin. Natyra nga ana tjetër na ka dhënë shumë burime të rëndësishme kundër dhimbjeve që nuk dëmtojnë organet e tjera. Në këtë video ju do të mësoni për një trajtim të fuqishëm kundër dhimbjeve të kyçeve i cili bazohet në përdorimin e kripës dhe të vajit. Vlerat e vajit të ullirit. Vaji i ullirit është i pasur me polifenol të cilët shërbejnë si antioksidant. Në momentin që ky lëng i artë bie në kontakt me organizmin, ngadalson plakjen e qelizave. Kjo do të thotë që dhimbjes i duhet më shumë kohë për të shfaqur. Vaji i ullirit gjithashtu përmban edhe substanca të cilat parandalojnë aktivizimin e inflamacionit. Vaji i ullirit rregullon qarkullimin e gjakut, gjë që rrjedhimisht mban organet e shëndetshme. Mirëpo cilat janë vlerat e kripës së detit? Trajtimi me vaj dhe krip kërkon krip deti sepse ofron përfitime shumë të mira për organizmin. Kripa e detit përmban magnez, i cili gjithashtu forcon indet. Mineralet e tjera te kripa janë shumë të mira për sistemin tuaj imunitar dhe gjithashtu për shërimin e kockave dhe të muskujve. Sikur të mos mjaftonte kjo, kripa e detit përmirëson qarkullimin e gjakut dhe gjithashtu ajo eliminon sasitë e tepërta të sodiumit në gjak, duke ulur kështu tensionin e tij. Kura me vaj dhe krip për dhimbjet e kockave. Përbërësit që do t'ju duhen janë 1 gotë me ujë, 20 lugë gjelle me vaj ulliri dhe gjithashtu 10 lugë gjelle me krip deti. Përdorimi i kurës kundër dhimbjeve të kockave. Shtoni vajin e ullirit dhe kripën në ujë dhe përzieni së bashku. Masën e përfituar përdoreni për të masazhuar zonën e prekur nga dhimbja për rreth 3 minuta. Masazhi fillestar duhet që të zgjasë 3 minuta dhe duhet të arrini që të masazhoni zonën e prekur për 10 ose 20 minuta. Kjo kurë duhet aplikuar në lëkurë për 10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë të shpejta dhe afatgjatë. Ju kështu do të shikoni që do të mund të lëvizni më lehtë dhe dhimbja juaj do të zbutet ndjeshëm. Nëpërmjet këtij masazhi, qelizat tuaja do të rigjallërohen dhe qarkullimi i gjakut tuaj do të jetë më i mirë dhe sistemi juaj imunitar do të jetë akoma edhe më i fortë. Në disa raste ju mund të vëreni që lëkura juaj mund të skuqet, por kundër skuqjes ju mund të përdorni një peshqir me ujë të ngrohtë dhe më pas pak pudër. Ne gjithashtu ju këshillojmë që ta provoni këtë kurë. Nuk keni asgjë për të humbur, përkundrazi mundet që të fitoni shumë. Gjithashtu ju mund të përdorni edhe vezën për të shëruar dhimbjet e gjurit. Nyjet më të rëndësishme në tërë trupin ton janë gjunjët, meqense na ndihmojnë me lëvizje. Gjithashtu gjunjët janë të rëndësishëm dhe vendimtar për drejtim, ulje dhe shumë lëvizje të tjera që ne performojmë çdo ditë. Përbërësit që do t'ju duhen për këtë recet janë 1 e verdhë veze, 2 lugë krip, fash elastike. Rriheni të verdhën e vezës dhe e përzieni atë me krip. Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe më pas vendoseni direkt në gjuhë, si edhe përdorni fash elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet që të qëndrojë në zonë për 2 orë për veprim. Ju duhet ta kryeni këtë praktik me fasha 4 herë në ditë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet negative.
Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.